Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit ose të numri WhatsAppit. Gjithsesi ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, sepse ende s'ka përfunduar kjo javë, videot e muajit, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë, ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Do flas pak se si do jetë kjo javë në lidhje me ju. Është një javë ku do ketë marrëdhënie të qëndrueshme, në njohjet, lidhjet ose marrëdhënie që jeni ju, por edhe në lidhje me marrëdhënie që mund të ketë lidhjet e vendit punës ose familjare, por dhe diçka tjetër. Është një javë ku do ketë marrëdhënie me diferencë moshe. Do ketë marrëveshje ekonomike, që do jenë afatgjata, partneritete, bashkëpunime të ndryshme, që mund të krijon gjatë kësaj jave. Gjithsesi, më të favorizuar në lidhje me këtë gjë do jetë shenja e dashit, shenja e luanit, shenja e shigetarit, por 10 ditëshi të lindurit në 10 ditëshin e dytë. Dhe është një javë ku Demi, Gaforia, Akrepi, Britsjapi, 10 ditëshi të tretë do kenë arritje të qëllimeve që i keni vendosur vetes, por do hidhni dhe hapa të reja dhe do jeni shumë energjik gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë që ka dhe ato ka dhe efekte të tjera, është ku ju mund të krijoni iluzione, mund të keni goditje mbas shpine, mund të keni shkëputje nga realiteti, thjesht duhet keni kujdes, dhe është një javë që duhet keni kujdes në lidhje me nënshkrimin e kontratave. Dhe këtë mund ta merrni nga më të ndryshme. Kontratat mund të jenë nga më të ndryshme. Mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpie, kontrata në lidhje me bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi është një javë ku do ketë lojra pushteti, do ketë disa trazira gjatë kësaj jave, por do ndikohet më së tepërmi 10 ditësh i parë i shenjës së Gafores dhe 10 ditësh i parë i shenjës së Ujorit. Është një javë ku do jetë dhe Mërkuri në retrograd, në fakt futet në datën 29 dhe aty do stacionohet, por gjithsesi do ketë disa pengesa, vështirësi në punë, për 10 ditëshin e tretë shenjës së Demit dhe 10 ditëshin e dytë shenjës së Dashit. Thjesht tregoni të kujdesshëm gjatë kësaj jave. Këto janë thjesht këshilla, nuk janë që t'i merrni shumë personale. Kjo varet pastaj se ku keni hënën, ku keni diellin, ku keni ascendenten, sidomos shenja ascendente duhet ta shikoni patjetër, sepse është shenja që duhet shikoni të parën, pastaj shenjën e horoskopit. Dhe do filloj me të gjitha shenjat me radhë. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Dashit. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me javën me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë letrat ishin hapur, videoa nuk u regjistruar dhe unë i lash përsëri letrat. Atëherë ju keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjinë e shenjës së Virgjëreshës dhe energjitë të shenjave të ujit përsëri. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi në fillim të javës ju shoh të shtruar emocionalisht në lidhje me një dashuri, ose ju keni bërë shumë durim për të futur në një njohje ose në një lidhje, ose ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me emocionet tuaja, në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Edhe pse situatat kanë qenë negative, unë shoh që ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht dhe ju shoh në një takim me një person, ose në një ribashkim me një person. Ku do jeni duke shprehur emocionet, për një pjesë tjetër mund të ketë një fillim të ri, një dashuri e re dhe ju takoheni me një person, aty jeni duke shprehur ndjenjat e njëri tjetrit, ndërsa për pjesën tjetër, për të gjithë ata që janë shtruar emocionalisht në lidhje me një njohje, lidhje ose marrëdhënie tuaja,
dhe këto mund të jenë dhe marrëdhënie familjare, shoh që do filloni në mesin e javës të shikoni gjërat më pozitivisht dhe shoh një ribashkim. Si në lidhje me marrëdhëniet që keni, por edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të kenë lidhje me familjen tuaj. Këtë situatë shoh edhe në lidhje me punën. Ndoshta ju hyni në një partneritet, keni pritur në lidhje me këtë gjë, ndoshta nuk i keni dhënë ose si jepni do drejtim deri në fillim të javës së parë, të fillimit të javës, por me shumë durim dhe duke menaxhuar situatat dhe me një këmbgulje, unë shoh që ju do harrini të futeni në një partneritet, do keni një marrëveshje, mund të jetë marrëveshje biznesi, mund të keni një kontratë ku ju hyni në partneritete ose në bashkëpunime të ndryshme. Për pjesën tjetër mund të jetë një punë që ju keni bërë shumë durim derisa të fillonit ose të bëni diçka në lidhje me një punë, dhe unë shoh që është një person dashamirës që do t'ju mbështesi në lidhje me një situatë që vërtet ju keni qenë në një ju ka shtëruar, ju ka humbur durimin në një farë mënyre në lidhje me diçka që ju dëshironi ta bëni. Gjithsesi unë shoh që mes javës, fundi javës ju harrini të jepni drejtim situatave, çështjeve të ndryshme që mund të keni. Këtë mund ta merrni edhe në çështje situata të ndryshme, por shoh që kjo ka lidhje edhe me shëndetin. Për një pjesë prej jush duhet të kenë kujdes me shëndetin, por shoh mbështetje nga një person dashamirës. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na jep, që na vjen. Atëherë jemi te energjia e shenjave të tokës, që jeni ju vetë, te energjia e shenjave të zjarit dhe te energjia e shenjave të tokës përsëri. Gjithsesi ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Ju shoh në fillim të javës jeni në një pozicion mbretëror, jeni duke menduar seriozisht në lidhje me një person. Mund të jetë një person te vendi punës, që ju është një person që ju admiron, ju pëlqen, por ju sikur nuk e shikoni. Gjithsesi, është një person që i vendos qëllime vetes, por përsëri sikur kthehet mbrapa, sikur është në një moment që akoma nuk është gati në lidhje me një njofje ose me një lidhje. Për pjesën tjetër, ose nuk është i gatshëm për të ardhur drejt jush, edhe pse është një person që vërtet ju admiron. Për pjesën tjetër, jeni duke menduar shumë fort për anën ekonomike. Një pjesë prej jush, ju shoh në një pozicion të mirë mbretëror, nga ana ekonomike flasim, mund të keni një lloj stabiliteti, shoh që keni eksperjenca në lidhje me punën tuaj, por dhe eksperjenca ekonomike. Dhe mund të jeni në një fazë që mund të jeni dhe duke këshilluar dikë, që ndoshta është një person që është pa qëllime në veten e tij. Dhe ju ose do ta këshilloni ose do ta mbështesni ekonomikisht në lidhje me një punë, sepse e shoh që ky person mund të jetë edhe një person që do të hapi diçka, ndoshta mund të jetë edhe një fëmia juaj, një i afërmi juaj, por është një punë që për disa prej jush mund të ketë të bëjë dhe me ju personalisht, por është një punë që do ketë ardhurat vogla dhe pse ju do jeni shumë të admiruar për punën që ju bëni, për një biznes, një partneritet, një bashkëpunim ose diçka tjetër, një trajnim që mund të bëni në lidhje me studimet, varet nga situatat që keni. Gjithsesi, në mesin e javës duhet tregoni pak kujdes sepse ju shoh që sikur ju mbet ajo vetbesimi dhe jeni në një situatë që nuk harrini dot të vendosni qëllime në veten tuaj. Por fundi javës ju gjen që ju do bashkëpunoni, do keni bashkëpunime të ndryshme te vendi punës, të ardhurat nuk i shoh shumë të larta, edhe pse ju mendoni shumë seriozisht në lidhje me paratë tuaja ose me një punë. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me kontrata të ndryshme, me bashkëpunime, por edhe në çështje dhe situata të tjera që mund të keni lidhje me shtëpinë, me familjen,
por i shoh shumë bashkëpunues në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsApp-it. Atëherë kemi të bëjmë energji të shenjave të zjarit, kemi energjinë e kullës dhe kemi energji të shenjave të tokës. Gjithsesi, ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës, shoh një fitore, një sukses. Ju ndoshta do mësoni diçka, ose ju keni punuar shumë fort, ose keni dhënë shumë në një njohje, lidhje ose marrëdhënie, dhe kjo gjë do t'ju bëjë të suksesshëm, që ju do ndihni vërtet atë momentin e fitores brenda vetes tuaj. Për një pjesë tjetër ka lidhje me një udhtim. Shoh disa prej jush sikur kanë marrë atë kurorën e artë në dorën e tyre, domethënë kjo fitore do sjellë një lloj shpërblimi më saktë në lidhje me ju. Dhe në mesin e javës shoh që mbas marrjes së kësaj kurore, të kësaj fitoreje që ju do keni në fillim të javës, ju do dëshironi të ndryshoni jetën tuaj këtej dhe në vazhdim. Të lini mbrapa gjithçka që nuk ka funksionuar. Në një njohje që mund të keni pasur, mund të jetë edhe një person që vjen nga një udhtim i gjatë dhe ju vërtet mund të jetë person i suksesshëm dhe ju vërtet dëshironi të futeni në njohje me këtë person, dhe aty sikur do ndryshoj papritur gjithçka tek ju. Dhe unë shoh që ju do investoni tek ky person, do jeni duke investuar nga ana emocionale flasim, deri në fund të javës. Për pjesën tjetër, shoh një fitore, një sukses në lidhje me punën, në lidhje me shtëpinë, me familjen, situatat mund t'i merrni ashtu si i keni, do keni ndryshime të papritura, dhe shoh që do keni rritje ekonomike. Ju do filloni të rrisni të ardhurat tuaja, ose ju do filloni të investoni në familjen tuaj, në çështje dhe situata të ndryshme që ju keni, por shoh që ju do jeni duke investuar ose duke rritur gjithçka, si anën tuaj emocionale, punën tuaj, anën tuaj ekonomike, një investim te fëmijët tuaj, te familja juaj. Më thënë, është çdo gjë në rritje deri në fund të javës. Është një javë fantastike, fitore sukses, ndryshime të mëdha, edhe investime të ndryshme. Ju mund të investoni edhe te vetja juaj në një rast tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për parashikime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë, shohim energjinë që na vjen. Ju shoh është një energji, jemi te energjia e kullës, jemi te energjia e shenjave të ajrit, jemi dhe te energjia e ujit, që jeni dhe ju vetë. Gjithsesi shoh që po vijnë ndryshime të mëdha në jetën tuaj. Ju ndoshta rrezoj diçka për të ndërtuar diçka më të mirë. Por ju shoh që nuk jeni gati akoma për ta bërë një fillim të ri. Dhe ky mund të jetë një fillim i ri në dashuri. Sepse ju jeni akoma duke menduar rreth situatave të kaluara. Dhe kjo ju bën që edhe pse ndryshimet vijnë, dhe ju vërtet dëshironi të ndërtoni gjëra të sigurta, por nuk ndjeni gati akoma për ta bërë këtë fillim të ri, sepse keni ngecur në mendime, duke menduar rreth çështjeve dhe situatave që kanë lidhje me të kaluarën tuaj. Dhe shoh që dëshironi të lëvizni, por përsëri kjo gjë ju bën që të ndjeni pak të ngecur, sikur nuk do jeni duke shprehur emocione gjatë kësaj jave. Dhe këto emocione kanë lidhje me një person që ju dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, e dëshironi një ndryshim të madh, por nuk ndiheni akoma gati gjatë kësaj jave për ta bërë këtë, sepse ju jeni duke menduar gjëra nga e kaluara juaj. Dhe kjo mund të ketë lidhje edhe në lidhje me çështjet dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, me dokumenta të ndryshme, me studimet tuaja. Thjesht është një javë që
ju nuk jeni gati për të bërë gjërat të reja, gjërat që ju dëshironi, jo të reja, gjërat që ju dëshironi, sepse nuk ndiheni gati nga ana emocionale, dhe pse momenti juaj ka ardhur për të bërë ndryshimet që ju vërtet dëshironi. Por këto ndryshime do vinë duke lënë mbrapa gjëra nga e kaluara, ose situata, çështje që mund të keni pasur në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja. Sepse ju shoh që nuk jeni gati të kapni këtë fillim të ri, për të hyrë në një njohje të re, ose për të bërë para në lidhje me një person, ose në lidhje me një çështje, me një situatë që mund të ketë lidhje me dokumentat, me shtetin, mund të ketë lidhje me çështje gjyqësore të ndryshme, me situata të ndryshme që mund të keni. Dhe ju shoh që keni ngecur dhe nuk po hidhni hapa deri në fund të javës. Është një energji që thjesht duhet jeni më të hapur dhe t'i lini këto mendime në lidhje me gjëra nga e kaluara që t'ju lejojnë që ju të bëni këto ndryshime që ju dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjës së akrepit, kemi kartën e vdekjes dhe kemi energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi, shoh që në fillim të javës nuk dëshironi të hidhni hapa para në lidhje me një dashuri, nuk dëshironi të riskoni në sakt në lidhje me një person, ose ju dëshironi të jepni fund diçkaje në lidhje me një dashuri. Dhe ose të ndryshoni diçka në veten tuaj, një transformim shpirtëror. Ndoshta si jeni gati akoma për ta bërë edhe këtë një ndryshim brenda vetes tuaj. Dhe kjo gjë ju fut ju bën pak konfuz. Dhe un kam dhe hënën e plot këtu, hëna e plot është në datën 30, gjithsesi deri në datën 30 shoh që do jeni kështu, do ndiheni pak konfuz në veten tuaj. Sigur dëshironi të mbroni veten tuaj, nuk dëshironi, edhe pse ndryshimet janë këtu, ju nuk i pranoni ndryshimet për të bërë këto ndryshime, për të futur në një njohje të re, sepse shoh që ju mund ta bëni, një njohje të re është një person që është gati të vi tek ju, por nuk jeni ju në lidhje me këtë person. Ju dëshironi të lini mbrapa, nuk dëshironi më të bëni fillime të reja. Dëshironi të lini mbrapa çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me fëmijët, me familjen. Ju ndiheni në një situatë që nuk dëshironi të riskoni më. Në lidhje me një punë, me një biznes, me një partneritet, me një bashkëpunim, dhe i jepni fund kësaj situate. Dhe këtu ju presin ndryshime të mëdha, ju presin surpriza, por jeni ju ata që akoma nuk jeni gati, sepse ju shoh që ju keni mbyllur syt para këtij ndryshimi, ndiheni akoma konfuz, sepse ndiheni që keni riskuar në lidhje me diçka dhe ndoshta gjëra nuk kanë ecur si keni dashur, dhe kjo gjë ju bën konfuz, por doni të mbroni dhe veten tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme që ju do të jeni. Gjithsesi, është një javë e mirë, thjesht duhet keni kujdes, ose ju të jeni më të hapur ndaj këtij ndryshimi që vjen në jetën tuaj, si në lidhje me dashurinë, me familjen, me punën nga ana ekonomike, por dhe me çështje dhe situata që mund të kenë lidhje me dokumentat, me studimet dhe me anën shëndetësore për një pjesë tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Vitgreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp-i. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të tokës, që jeni ju vetë, energjia e shenjës së Gafores dhe kemi energjinë e shenjës së Demit. Në fillim të javës, ju shoh që ndiheni mirë, sikur dëshironi të investoni në një njohje ose në një lidhje, por dhe në marrëdhëniet tuaja. Ana juaj emocionale do jetë në rritje, parat do t'i keni në rritje.
disa prej jush mund të bëjnë një punë të dytë dhe shoh që çdo gjë do jetë në rritje në fillim të javës. Në lidhje me çfarë do të çështje dhe situate që keni, por për mirë flasim këtu. Gjithsesi, edhe pse ju jeni duke u rritur në çështje dhe situata të ndryshme, me ekonominë, me dashurinë, me gjitha çështjet që keni, ju në mesin e javës filloni dhe qëndroni në vend. Nuk jepni drejtim situatave. Ose ju do ndjeni më pak emocional. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju mund mos ndjeni dhe mirë me veten tuaj në mes të javës dhe kjo gjë sikur ju bën që ju mos hidhni hapa para. Ose mos jepni drejtim edhe pse i shoh që i keni në rritje, gjithçka është në rritje, ju ndoshta mund të bini edhe në një qetësi, nuk do tregoni emocional dhe kjo gjë ju bën që ju të ngeseni në vend, duke mos i dhënë drejtim situatave. Ose mund të vonohen çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni. Dhe në fund të javës, ju shoh keni dhe energjinë tuaj këtu, ju shoh që do tërhiqeni nga kjo situatë që do ndjeni pak të ngesur ose gjërat mund mos ecin, një udhtim, një plan, një projekt, një bashkëpunim dhe do tërhiqeni brenda vetes tuaj. Ndoshta do ndjeni nuk do dëshironi të keni kontakt me njerëzit ose ju shkëputeni nga jeta sociale, nga rrjetet sociale dhe dëshironi të qëndroni me veten tuaj, ju shoh më të mbyllur. Por këtë do ta bëni që të jepni drejtim këtyre situatave që mund të jenë vonesa, që do t'ju krijojnë gjatë mesit të javës, por mund të jenë edhe jo pengesa, por më tepër vonesa ose ju nuk jeni gati emocionalisht për të çuar gjërat para. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që në fund të javës ju t'i mendoni gjërat, të qëndroni me veten tuaj, të mbylleni pak në veten tuaj, por kjo gjë do t'ju shërbej për mirë sepse ju do harrini që të hidhni dritë në rrugën tuaj në lidhje me çfarë do lloj çështje dhe situate që mund të keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, doni subscribe në